Kur ka qenë ajo mosha që ti ke në një kohë kur e ke dallu që njerëzit po të shikojnë me një shikim ndryshe për shkak gjendjes tënde të jashtme? Në shkollë Që janë nisë edhe me u ndje. Po, në shkollë fillore, kur kom njësë, në qatë periudhë, kone, i kom po gjanë më ndryshe, edhe në pak atërë nuk është që kemi gjithë qka bullizmi, qka në këto gjana, po gjithë se kemi pas ngacnime të në kohës. Bilet më kujtojnë që edhe mësusit e cilë unë e kom pas nuk është që ka marrë një hap të rëndësishëm me bo. Ne, që gjithë se si a i ka vdej, ka ndru jetë, tash po menoj që ashtu ka menua, ashtu ka bepru edhe nështë e ka marrë si shaka, po te unë ka janë gjurën shumë të mëdhaja. Elios Benarti me mandru fotografin, lab, sepse nuk është e lehtë kjo, në vitën e parë të lindjes të është dasht me unë nështru në një operacion që përmirësimi ka qenë i dokshëm pastaj. Po, do me thënë, operimin e pare kom bën